Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në fjalën e saj në Kuvend, ku prezantoi zërat e buxhetit për vitin 2026, deklaroi se deri në 2030 synohet që paga minimale të shkojë deri në 700 euro, ndërsa gjatë vitit 2026 në 500 euro. Ibrahimaj tha se qeveria nuk do t'i shtojë barrën biznesit dhe do të subvencionojë sigurimet shoqërore për rritjen e pagës minimale. Ne për herë të parë bëjmë një rritje të ardhurave të pensioneve nëpërmjet këtij projekt buxheti si asnjëherë më parë. Ne mbajmë një premtim të cilin e kemi dhënë gjatë fushatës elektorale për t'i dhënë dinjitet atyre brezave të cilat kanë punuar për të pasur ne Shqipërinë që kemi sot. Përveç indeksimit të pensioneve, në vitin 2026, ne vendosim një kompensim mujor të ardhurave, i cili është i diferencuar sipas kategorive të pensionit. Efekti vjetor i cili është i parashikuar në buxhet është 10 miliard lek, e cila është një mbështetje direkte për çdo pensionist. Konkretisht, ne do të kemi rritje me 1.800 lek në muaj për pensionet urbane të plota, 800 lek në muaj për pensionet urbane të pjesshme, 1.000 lek në muaj për pensionet rurale, 700 lek në muaj për pensionet familjare dhe 600 lek në muaj për pensionet e invaliditetit. Dhe ky është vetëm fillimi. Në periudhën 26-30, qeveria do të vënë në dispozicion një fond prej 1.7 miliard eurosh, në një kohë kur ne morëm qeverinë, i gjithë prodhimi brendshëm bruto ishte më pak se 10 miliard euro. Ne sot, gati 20% të asaj shifre që përbënte të gjithë prodhimin e brendshëm bruto e vëmë në dispozicion të pensionistëve. Ne nuk do të ndalojmë këtu me pagat. Ne kemi të parashikuar që për vitin 2028 paga minimale do të shkojë 600 euro dhe për vitin 2030 paga minimale do të shkojë 700 euro. Dhe besojmë fort që kjo politikë e rritjes së pagës minimale është politika e duhur për të reduktuar varfrinë, ndaj dhe projekt buxheti parashikon që do të ketë një subvencionim të kostove, të rritjes së kostove për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për shkak të politikës së pagës minimale. Kjo është e përfshirë, janë 1 miliard lek të cilat janë të parashikuara në buxhet pikërisht për këtë reformë. Ministra deklaroi po ashtu se hapi i radhës i qeverisë do të jetë për afrimi i standardeve me Bashkimin Evropian përmes rritjes së prodhimit vendas dhe rritjes së këtyre standardeve.